Përshëndetje, unë jam Stacy. Po jam Eleni. Mirë se vini në Christmas Day 3. Atëherë, ora është 6:45 minuta, 46 në kohën vërtetë, me qenë të drejta. Është pak më, çfarë kanë thënë sot? Sot është pak më vonë. Kjo javë nuk di pse më duket çon për mua, domethënë më duket një javë që unë do të ri çdo ditë në shtëpi nga shkolla, që do të relaksohem pak, do të hapsem do shpinat, po, do të shkojmë pak, do të jam e karikuar dhe plot me energji për ditën time. Por sot është kështu. Atëherë, sot për ti çfarë ke përgatitur sot? Atëherë sot kam shumësht me një plum cake. Ndërsa ona kam përgatitur këtë që ma kam blerë mami tje gabim, sepse mendonte që ishte një diçka për tortat me sipër, por jo, do dhe më të pak, sepse nuk më bën shumë mirë të është në mëngjes, nuk e di. Edhe një plum cake. Mua më pëlqen, por jo ai shumë. Pastaj se nuk e kam lënë as tek frigoriferi sot. Akoma më të do jetë. Edhe unë një plum cake e tash në është apo ndoshta jo. Një plum cake. Është ditë martë dhe Eleni s'ka. Që të gjeta akoma fustani. Vabbè, do i gjej. Po s'keni marrë. Këta është të ndryshme. Tani unë do të përbëj këtë. Më kësa mi imi tonë? Në të më shesh. Unë sot kur do kthehemi nga shkolla, do ju bëjmë disa hole, se babi ka blet shumë gjëra të Zara. Ne kemi blet një trike tek unë kam blet një trike tek Mango, me skon të 7 euro, ishte një trike basic e bardhë, por dua ta vesh sot dhe do me thonë që do e shikoni sot vesh të bletja ime. Pastaj, çfarë të kemi marrë neve? Nove taka që ju kemi treguar të Certis dhe i Qu. S'kemi blerë shumë gjëra. Por nëse pastaj një faqe në Shqipëri na ka thonë që do me na sjell disa produkte për fytyrën, për make-up, dhe i ka sjell tek nona dje me duket, edhe nona do niset edhe do vi këto, do niset shumë shpejtë. Edhe sot është dita 3 o 2? Është dita 2 për në të bëjmë. Okej. Edhe atë gjë, pastaj si që tash edhe dje tek video që keni shikuar dje, unë kam blejtë advent kalendar, kur e mi ka shkuar në shkollë, e kam blejtë me mami, por nuk di kur do vi. Thashje gjatë 3-6 ditë dhe me thonë, edhe shpresojmë të bëj sa ma shpejtë. Ora është 6:50 edhe besoj që erdhi momenti për shkuar sipër, më përgatit shpejtë. Se edhe 15 minuta të ne do dalim nga shtëpia. Unë kam fytyrë këto, kam di shikoni me a duket shumë. Që duket pak, që po. Që ta lej kështu apo që i sipër kështu. Se është më mirë. Po, sepse edhe unë i kam pas që jo kështu, për i kam pas. Jo kështu? Jo, si tele. Për asë tipi këti. Okej, daj. Këto, edhe unë si vendas asë gjë. Edhe më ti vendas asë gjë ato. Nuk kanë heqë, të një e kam fytyrë pastër. Po. 1, 2. Ja, është të më heqë. Kam listë dhe këtu, edhe ato në hapë dhe lej. Për veshjen e sotshme, kam atëherë, si më qikoni, kjo është trikja. E kam me ullje, se kushton të 10 euro, e kam lejt 7 euro, edhe kam marsën 13-14 vjeqe, sepse e kam gjetur tek reparti Kids. Pastaj këto pantalonat që janë nga Zara, masa S, edhe ka pas paguajt mami 20 euro. Ok, tani të vendos këto. Tani, kur të ndrojemi neve, është gjëra më e bukur në botë, sepse unë më vërtet nuk më pëlqente fare kur do heqja shapkat edhe s'kisha çorapte, sepse akoma ime prekte
do me thonë pavimentin se ishte akull, akull, ndërsa tani këtu poshtë nuk di, po jo kemi thonë për besoj që po, por nuk me mbani mendë, neve këtu poshtë kemi bërë riscaldamento në paviment, do me thonë që riscaldamentet nuk I kemi vendosur aty tek muj, por I kemi vendosur poshtë pavimentit, dhe është super. Unë tani po mbyll pantullonat, që me thonë vërtet mbine edhe të gjonta, sepse jam pak largë, edhe pak të mbaja, për nese. Atëherë, tani do heshim etiketën. Single berries. Okej, është një etikë super basic, përse që në këto pantullone të rritë shumë mirë, që ka përnë të gjepi? Chewing gum. Ora është 6:59 minuta, 59 minuta. Po, vjen zvelja. Atëherë, kjo është si duket outfiti. Nuk e di ku një dhe qenë shumë. Por nëse do shkoj në shkollë nuk është do të shkoj të bëj fashion week. Por ndoshta do të ndërtoj pantalonat kështu dukem shumë elegant. Atëherë, tani po zbresë kam ndruar outfitin që tani do ju tregoj Atëherë, ky është outfiti im. Kam vendosur një jeansë të zeza, edhe me queen, me liçe në trikën e re, edhe jeansët e kemi nga saplet, dhe sëllimi, që ka vendosur. Dhe jeansë një fejt, po ma shumë triket të rëndë nga të formifile. Po, edhe është ka një triket me të bashkër. Jo, sepse ka më gjimnastik. Tani është për 75 minuta. Neve tani do ikim të gjojmë bas shkollës, që do t'ju bëjmë hole. Edhe asgjë, shkollë të mbarë për neve. Të shifrejmë aka. Bye, see you later. Atëherë guys, sa mbarova shkollën, është ora 1:34 minuta, edhe unë jam shumë e lodhur, vërte shumë. Edhe pastaj sot shoqja ime do të bënte një test anglishte, edhe s'dinte asgjë, edhe unë kam ndihmuar. Edhe ta ndihmu, kam gati humb autobusin, edhe u kam turrë, po aq shumë. Atëherë, si që thash rritëm në shtëpi, edhe asgjë, vërpova më rritej shumë që u lodha shumë, por nejse, ora është 1:35 edhe një mbaron orën 2. Mami dhe babi kanë shkuar tek qendra tregtare, domethënë tek Zara, sepse babi kemi qenë aty para një javë, më duket një javë gjysë, edhe kemi pas porositur disa rroba për ditëlindjen time, domethënë një këmishë, një pantullon edhe një xhaketë super elegante dhe super bukur, ishin babi super mirë. Por problemi është që I kemi pas porositur sepse masat e babit s'kan qenë aty tek dyqani, I kemi porositur dhe kanë ardhur këto ditën e besoj nga disa ditë, domethënë nga një javë, 4-5 ditë. Por nejse, mami ka hapur sot sepse s'ka pas kohë edhe donte që t'i hapshim tek video këtu. Por problemi është që mami ka hapur për të shikuar pak që babi t'i provonte edhe një herë para ditëlindjes këto gjëra. Janë krejt përdorme, domethënë mami ka gjetë 1 euro tek xhepi, I ka gjetë pak jo grisme, por pak të prishur edhe pisë. Që ma keq se kështu, edhe kanë dalë nga shtëpia me shku me mjafton tek Zara, sepse nuk është një gjë normale. Edhe asgjë. Tani unë s'kam shumëri me thonë vërtetën, s'dua të haj, dua të mbaroj videon që me thonë vërtetën kam edituar Jam Roma, por do ta karikoj në YouTube, se kështu mos të vonohem. Edhe asgjë, me vërtet, po flas edhe shpejtë, sepse jam shumë e lodhme, nuk di pse. Por këto setmës na lodhin gjithmonë shumë, sepse kur I bëjmë siç duhet, do me thonë që njeriu do të zgjohet në orën 6, sepse do të kesh 1 orë minimus kohë për të filmuar krejtë morning routine, do me thonë mëngjesin, kur ti përgatitesh, edhe këto gjërat, sepse me bë video duhet kohë. Edhe përveç këtë, pastaj në shkollë, ku nuk ka 5 orë aty
Pastaj sot kam pas më vërtet disa lënde super të rënda, por përveç të gjëra asgjë. Nuk do flej gjumë, sepse nuk e dini, pse nuk ja kam thonë, por paradite nuk flej më gjumë, përveç ndoshta disa herë, por vitin tjetër unë çdo herë në paraditet flesha gjumë, por tani jo, sepse më ndihmon më shumë, do me thonë që unë nuk flej gjumë paradites, por shkoj më shpejt më flej gjumë në darkët, do me thonë, para shkosh në orën 12, tani shkoj në orën 10, 10:30, 11, se është komunque i orë më shumë gjumë. Edhe basta. Tani do presim Elenin, se Eleni mbaron në orën 2, ora është 1:38, edhe asgjë. Guys, unë ka marrë nga shtëpia, edhe tani do filloj me bërë detyrat, sepse i kam për nesër. S'ka marrë nga shtëpia tani sepse është pak herët jashtë. Edhe kemi edituar video, është Sets Must Stay True, që e ka edituar Stacy, por unë e kam ndihmuar me bërë disa gjëra, edhe kam selekcionu. Kam zgjedh disa foto sepse më duhet për një dhuratë që jam tu përgatit për Stacy, sepse si që dini ka detinjen, edhe jam tu përgatit një dhuratë shumë e bukur. Edhe tani do ja tregoj. Më pëlqen më vërtet shumë. Kjo është dhurata. Kjo është faqe e parë, e kam bërë krejt me cica. Kështu. Edhe sipër do i vendos këtë foto këtu. Është Stacy kur ishte vogël. Është më vërtet shumë cute. Edhe pastaj këtu brenda do kemi këtu një foto me mamin edhe babin, këtu letrën që do i shkruajnë. Pastaj letrën time, letra që do i shkruaj Beatrice. Sigurisht Beatrice nuk do i shkruaj një gjë kush ti, por do ja shkruajnë. Edhe pastaj këtu foto. Këtu pastaj nxirr shatezet, shoqjet, daja, gjyshit. Edhe më pëlqen shumë, sepse është një gjë shumë e bukur. Edhe më pëlqen shumë, që është një idee me vërtet shumë e bukur, edhe shumë easy, është shumë e vështirë me bërë këtë gjë. Edhe shpresoj që i do i pëlqej, sepse mua më pëlqen shumë. Edhe asgjë, o do që e koma fustanin, që e zi fare çfarë me veshë, sepse këto s'kam asnjë gjë, që tek shtëpia s'kam asnjë gjë, s'kam fustan të bardhë, sepse më mungojnë pak ditë, edhe unë do të fast, guys, fast. Edhe tani do të shikoj, se di fare. Stacy do ketë një fustan shumë e bukur. Edhe asgjë. Kemi përgatit edhe playlistën. Më pëlqen shumë. Unë dua që t'jetë ditën e Stacy të sonte, sepse jam shumë emociuar. Sërë do shkoj me larkët fotot që kam zgjedh tek fotografi, sepse sot s'kam kohë, edhe babi s'ka kohë, më në qumë. Edhe do shkoj nesër, pastaj nesër do bëjmë edhe, nëse di, po do e bëjmë sot ose nesër. Vabbè, s'ka gjë, do bëjmë pemen vit 3. Edhe këtë vit më pëlqen shumë bërë, sepse do e bëjmë poshtë tek shkallët, atë edhe më pëlqen shumë kjo idea. Atëre, ora është 9:30, edhe neve për pak do shkojmë të flej gjumë, ose më mirë, Eleni do shkojë të flej gjumë. Unë do editoj këtë video këto që ju po shikoni në këtë moment. Edhe për të gjëra tani asgjë, unë duhet të vej pijame sepse kam akoma trike që kam vendosur sot mëngjes. Se shesh? Pse e ke vesh? Pse e ke akoma vesh? Se është me vërtet super komode. Pastaj babi ka vendosur dritët, por do ju tregoj nesër, sepse tek video tek Sets Must Stay 4 do ju tregojmë, do bëjmë pemen bashkë, do me thonë nesër do të bëjmë pemen bashkë tek video që do dali nesër, edhe gjithmonë nesër do ju tregoj edhe dritët.
Që ka vit babi të balkoni. Po më mërë në gjiro ti? Po. Pse? Edhe jemi shumë të lumtura sepse nesër nuk do zgjohemi shpejtë, ose më mirë, nuk do të zgjohemi në orën 6, sepse për setmas u kemi zgjuar në orën 6 në këto ditë që keni shikuar këto setmas. Për nesër nuk duhet sepse do bëjmë videon e pemës, do më thonë. Zgjohemi në orën 6:30. Po, ishte sore më shumë do flejmë, vetëm asgjë. Atëherë tani do mbyllim videon edhe neve do shikohemi nesër me Setmas Day 4. Edhe asgjë, ju putim bëni një Like, një subscribe, je follow në Instagram edhe në TikTok. keni linku poshtë tek futbollsi. Love you so much and Bye bye. See you tomorrow.